Kryeministri Edi Rama ka kujtuar këtë të mërkurë ditën botërore të gjuhës së Rome. Me këtë festë të veçantë në ditën botërore të gjuhës së Rome, nga përfaqësuesja e parë e këtij komuniteti në qeveri, zëvendës ministrja Ina Majko i uroi një ditë të mbarë, shkruan Rama. Ndërkohë, zëvendës ministrja Ina Majko ka prezantuar nismën më të re, ku ka ftuar anëtarët e komunitetit rom në Shqipëri të dërgojnë historitë e tyre në një adresë elektronike të vënë në dispozicion për të bërë të njohur historinë e madhe të këtij komuniteti. Avdivej si maskar të mutno dives e romane qibjake. Jek divej kaj dhe astardiol godi kaj amaricib, i si astari begodi, i si darin, i si historia. Mbi 10.000 njerëz në Shqipëri flasin romisht. Një gjuhë që ka mbajtur gjallë historinë tonë të pashkruar në libra për të ruajtur në zemrat e njerëzve tanë. Sot unë juftoj ta nderojmë këtë histori. Mos ta lëmë të heshtur. Nga data 5 nëntor deri në 8 prill, dërgo në opreroma@gmail.com historinë e familjes tuaj. Një kujtim, një rrëfim, një copës krenarie. Sepse çdo histori e vogël është pjesë e një historie të madhe. Le ta bëjmë atë të dukshme, të fortë, të pavdekshme. Opreroma!